Këto janë ndërshkrimet origjinale të Dritoroa Gollit gjatë procesit krijues të romanit Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, një prej veprave më të fuqishme satirike të kohës. Për herë të parë, publiku do të mund të shohë nga afër faqet ku lindi kjo vepër satirike, e cila duket se guxoi shumë për kohën. Midis rreshtave të shkruar me laps, me fshirje, korrigjime dhe shënime anësore, Dritoroi zbulohet si njeriu që kërkon për fjalën e drejtë, që qesh me dhimbjen dhe që përkthen absurditetin e realitetit në art. Kapitujt në ndërshkrim të Shkëlqimit dhe rënia e shokut Zylo, aty është mrekullia e kaligrafisë së shkrimtarit, por është dhe mrekullia e procesit krijues të shkrimtarit. Janë disa dokumentacione që tregojnë se si punon shkrimtari, veçanërisht ditari i 1971-shit që është në Kongo, është treguesi asaj që vazhdimisht e kemi thënë, Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, kur u botua, nuk u botuai plot. Janë pikërisht ato kapituj të cilat pas 90-s do të botohen dhe libri Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo do të botohet i plot. Por janë pikërisht të dokumente që tregojnë se vërtet vepra është botuar e cunguar në fillim. Në ekspozit gjenden edhe bloqet e shënimeve ku nis gjeneza e romanit, revista Hosteni e vitit 1972, që e botoi për herë të parë letërkëmbime origjinale e deri tek objektet personale të shkrimtarit që sjellin më afër njeriun me veprën. Për drejtoreshën e këtij institucioni, këto dorëshkrime janë si një dritare në mendjen e tij krijuese, ku Zyloja merr frymë për herë të parë, jo thjesht si personazh, por si metaforë një kohe që nuk është mbyllur kurrë plotësisht. Kemi sjellë shumë letërkëmbime që kanë lidhje me posaçërisht këtë vepër themelore të letërsisë shqipe dhe shumë të rëndësishme në krimtarinë e Dritoroa Gollit, por e kemi pasuruar muzeun dhe me dokumente të tjera origjinale dhe me objekte shumë të veçanta dhe domethënëse. Kemi marrë disa edicione shumë speciale të Shkëlqimit dhe rënies së shokut Zylo, duke filluar nga revista Hosteni, ku ka filluar të botohet për herë të parë, pastaj rilindja dhe disa botime të tjera. Dhurimi i këtyre dokumenteve origjinale u bë nga e bija e Dritoroit, Elona Agolli, duke e kthyer muzeun në një vend ku kujtesa merr frymë dhe vepra e Dritoroit vazhdon të jetësohet edhe sot.